Domethënë, ke nisë te Tirana, tani trajner të Partizanit. Si është kjo? Trajner i Partizanit, jam me fat që jam trajner i Partizanit. Cila ishte ajo gjë që Demi besoi tek ty? Ndoshta ka pa përkushtimin, punën. Sa ndryshe është t'jesh trajner një ekipi me peshë krahasim me ekipet që ti ke drejtuar? Si nata me ditën, thëmë. Kjo qendra e vëmendjes t'i pëlqen apo jo? Ta thëmë të drejtën, deri diku edhe na pëlqen. Dy trajner të famshëm shqiptar qeshin me formacionin ton para ndeshjes. Çfarë mërvënie kemi lojtarët e ekipit? Jashtëzakonisht shumë korrekt. Cili është lojtari që të ka surprizuar te Partizani? Sa e vështirë është vetë përmbahesh? Impulsivitetin tim e kanë transferuar edhe në fushë. Si je për arbitrimin? Të flasësh për arbitrimin, shkojmë në komision disipline. Si e sheh Tiranën këtë sezon? Unë e shoh një situatë shumë të vështirë. Skuadra për të mundur? Teuta. Sot kemi në Topcast një nga trajnerët më interesant të momentit, një trajner i ri në mosh, por që ka tërhequr vëmendjen e mediave sportive, vëmendjen e kampionatit shqiptar, le të them kështu. E kam fjalën për Oltjan Kërnajan, të cilën e kam në krahun tim të majt. Faleminderit që erdhët dhe që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Olti, e thash një nga trajnerët më të komentuar që ka tërhequr vëmendjen për shkak se je i ri, le të them kështu, duke përfaqësuar dhe duke drejtuar një nga ekipet më të rëndësishme të kampionatit tonë. Përpara se të flasim për këtë një herë, pyetja e parë që ne bëjmë në Topcast është të bësh ti një prezantim të vetes. Kush është Oltjan Kërnaja? Që Oltjan Kërnaja është një trajner i ri, momentalisht mund të themi në moshë, po jo në zanat. Baba i 2 fëmijëve shumë të mirë, një bashkëshortë të mrekullueshme, një familjar i rregullt që mundohet ta ecë në botën e sportit shqiptar. Olti, e ke nisur si lojtar? Karriera ime si lojtar ka qenë e shkurtër, shumë e shkurtër ta them. Sa vite ka qenë? Unë kam luajtur gjitha moshat e Tiranës, të themi të drejtën, pastaj kam kaluar një sezon në Gjirokastër, luftëtar në kategorinë e parë, një sezon në Apolloninë e Fierit, dhe në moshën 22 vjeçare jam detyruar ta lë. I detyruar ta lësh, pse? Të themi të drejtën, pas një dëmtimi, kam kaluar një dëmtim shumë të rëndë në moshën 16 vjeçare. Ligamenti atë kohë ishte shumë i vështirë, kohë e rikuperimit, më ka zgjatur më shumë se një vit e gjysmë. Dhe nuk isha më ai që isha më përpara të shkoja në ato ritmin që unë pretendoja. Kur e pash që vetë si isha më në mundësi për të arritur më përpara, unë detyrova ta leja, si ishte më mundur që të vazhdoja thjesht për hobi. Ndoshta për ironi të fatit ose jo, ke qenë te Akademia e Tiranës e ke nisur si lojtar, apo? Po, duke qenë se në Tiranë në ato vitet 2000, themi në vitet 2000, 2002 deri në 2006-2007, ka qenë të ndarë me zona dhe më zona ku unë banoj, ka qenë, domethënë ta Rifulsi, ka pas Tirana ka fushat të saj, sepse në Tiranë ndanin Lapraka, kombinati të Partizanit, Rifulsi, Alidemi të Tiranës, pjesa tjetër ku është komuna e Paris tani të Dinamos, dhe kështu ndanin fëmijët nga shkolla, nga vendi dhe fati kam qenë aty. Domethënë ke nisë te Tirana, tani trajner të Partizanit. Si është kjo? Jo. Se në fillim the që s'kisha qeto për Jo, nuk e kam mohuar asnjëherë. Unë trajner i Partizanit jam me fat që jam trajner i Partizanit, të them të drejtën. Ndoshta edhe ajo pyetja juaj e parë se si trajneri më i komentuar është thjesht që jam tek Partizani, nëse do isha diku te një ekip tjetër, nuk do isha kaq i komentuar, kaq në fokus, por fati i madh jam te trajneri i Partizanit dhe pse mendon si i komentuar për këtë fakt? Absolutisht që është një nga skuadrat më të rëndësishme të kampionatit, por një skuadër kaq e rëndësishme ti besohet një trajneri që sapo ka nisur hapat e tij, le të themi, qoftë i rin mosh, edhe pse ke pasur eksperienca të tjera, por është një ekip që ka peshë dhe presion. Sepse mendoj unë, jo nuk është 100% sigur, por ndoshta mendoj unë ne jemi një popull që gjën e re nuk e përfaqësojmë shumë kollaj. Që do të thotë? Kur është diçka e re, ndoshta shumica që kanë komentuar që nuk kanë qenë pro me, nuk e din fare sa vite mund të kem unë, sa vite kam unë që trajnoj, ku kam qenë më përpara thjesht, nga erdhi, ku bë, pse erdhi dhe kuptohet Partizani emri i madh, gjithmonë luan për trofe, për më nditur sa më lart, kërkoj një me eksperiencë, që ndoshta ndonjëherë eksperienca nuk është vetëm nga mosha, të jesh mbi 50 të sipër që të jesh me eksperiencë. Ndoshta për ironi të fatit mund të jenë disa trajnerë akoma në Shqipëri që mund të jenë 50 e 60, po në numër të ndeshjeve mund të kenë më pak se unë, të themi të drejtën, kategoritë parë.
ose në Super League, kështu që thjesht është diçka e re që nuk është përfaqësuar mirë në fillimet e tyre dhe fal Zotit, fal punës për kushtimet maksimal, po mundohemi të ndryshojmë mendin. Ja vërtetoni të kundërt, po thua. Po mundohemi. Ke qenë trajner në disa ekipe, zëvendës trajner, më pas trajner. Më thuaj një herë si të erdhi ftesa nga Partizani. Ke qenë zëvendës trajner të Partizani? Atëherë fal një miku tim, që është shef scout i Partizanit, Altin Ferrat, mu propozua Partizani B. Okej, duke qenë se unë jam një djalë që kam qef disa si të themi sfida të reja, thash pse jo, duke qenë se unë kam punuar disa vite në kategoritë të dyta, kam pasur edhe suksese në ato kategoritë të dyta, si me Tërbunit, si tek Kluzi. Duke njohur kategorinë atë i thash pse jo të vi, të punoj në një klub që është vërtet klub që ndoshta në ekipet tjera kemi bërë më shumë se trajneri, në munduar të merrem edhe me administratë, duke qenë numri i vogël punëtorësh, thash të bëjmë pjesë një klubi të madh që të bëj vetëm punën e trajnerit. Të fal Zotit, po bëjmë vetëm punën e trajnerit dhe pasi pranuam bëjmë jashtëzakonisht një punë shumë të mrekullueshme bashkë me stafin e ekipit tek B-ja dhe na u propozua pastaj ekipi A. Ishte një krizë, le të themi, Partizani, kështu ndryshimi i trajnerëve, i kushehi, na trego pak momentin kur të uli presidentin tavolinë, fjalët që të tha, nëse mund të ndash me ne. Po, sigurisht, ne ishim në javën e 6 tek Partizani B, të themi të drejtën, kishim 2 muaj e gjysmë që kishim filluar stërvitje, kishim bërë ndeshje jashtëzakonisht shumë të mira. Projekti ka qenë që në fillim të Partizani trajneri i ekipit B është gjithmonë edhe në staf e ekipit A, duke parë sepse do të jetë lidhja kimia mes ekipit A dhe ekipit B dhe mënyra më e mirë që ka zgjedhur presidenti është që siç është edhe tani që asistenti jon Zhivan është trajner tek ekipi B, kështu që jemi koherent në kohën, në lojtarë dhe në të gjitha. Dhe në momentin që mu propozua më thirrri, me që isha pjesë e stafit, njihsha edhe grupin, më propozoi, kërkoi idetë e mia. Unë sigurisht nuk mund të thua që asnjëherë një ekipi si Partizani, por asnjëherë në asnjë mundësi tjetër, kështu që pranova dhe vazhdojmë përpara. Cila ishte ajo gjë që Demi besoi tek ty? Të them të drejtën, ndoshta duke qenë se qëndrojmë shumë në klub, punojmë shumë si të B-ja, si të A-ja, kemi punuar gjatë kohës që ishim tek ekipi B, mund të themi kishim 2 seanca, ishim fazë paratitore me të 2 ekipet. Ishim 2 seanca me ekipin B dhe 2 seanca me ekipin A. Domethënë shkonim në klub në rreth orës 8 mëngjesit, dilim 10 të darkës, duke qenë se duhet isha në 4 seanca stërvitore në qëndrimin. Ndoshta ka pa për kushtimin, punën e mirë që po bëj tek B-ja me lojtarë, të themi të drejtën, skautimi i mirë i lojtarëve nga shef skauti dhe të gjithë pjesa tjetër dhe ndoshta kjo të ka pa, por më shumë duhet ta pyesim presidentin. Mendimi i parë që more këtë ofertë, cili ishte? Mendimi i parë që ka ardhur. Atë, më ka thirrë Altini, të them të drejtën, të kërkoj presidenti, e dija arsye. E ndjeva sepse të qenë që do të kërkohet situata mas derbi gjithmonë në qoftë se ketë 2-3 rezultate negative si të një ekip i madh dhe konkretisht Partizani dhe pastaj vjet derbi dhe kjo përsëri negativ, janë disa gjëra që s'ka kthim pas. E ndjeva, më tha, ke guxim ta marrësh, sigurisht që guximi s'më ka munguar asnjëherë. Kështu që po e tentoj, nuk është asnjë lloj problemi. Kur e morë çfarë përmendove presidentit, cili është objektivi i Oltit? Objektivi im është që do vrapojmë, vetëm do vrapojmë, do japim maksimumin, do marrim ndeshjet 1 nga 1, siç kemi menduar dhe asnjëherë tjetër s'kemi pas objektiv deri tani kaq madh. Sa ndryshe është t'jesh trajner një ekipi me peshë, krahasim me ekipet që ti ke drejtuar? Si nata me ditën, thëmë. Trajner me peshë gjithmonë në qendër të vëmendjes, nuk të lejohet as gabimi më i vogël, nëse bën gabim më të vogël do kthesh edhe prapa. E harrojnë të gjithë se çfarë ke bërë më përpara, se çfarë je munduar të bësh, se sa je munduar të punosh, mund të harrojnë jashtëzakonisht shumë shpejt, por prandaj është ndryshimi dhe prandaj duhet të mësojmë me presionin. Kjo qendra e vëmendjes të pëlqen apo jo? Do them të drejtën, deri diku edhe na pëlqen. Si e menaxhon?
E menaxhoj shumë thjesht. Jam po i njëjti siç kam qenë tek ekipet më përpara, po i njëjti person i thjesht, po vazhdoj përsëri me të njëjtën gjë, nuk jam se tani jam tek Partizani dhe duhet të ndryshoj jo asnjëherë, jam përsëri po i njëjti, të njëjtin profil. Cila është filozofia që ndjek Olti në një skuadër, që konkretisht e Partizani, çfarë duhet të ketë një skuadër që drejtohet nga ty? Atëherë, e kam thënë disa herë, edhe kam munduar ta mbaj në të gjitha ekipet ku kam qenë. Për mua janë të gjithë të barabartë nga i pari tek i fundit, i maj të gjithë një lloj, të gjithë dim. Ndoshta për shumë nuk është e mia fermiteti, por unë mundohem të maj sa më afër lojtarët. Në pjesën jashtë fushës, në pjesën brenda fushës e di pozicionin tim se ku jam. Filozofia është të vrapojmë, zbatojmë detyrat, të bëjmë gjithë secilit detyrën e vet më së miri dhe pastaj të mundohemi të ndihmojmë shokun, por pasi të kemë mbaruar punën time. E di që më ka bërë përshtypje kur mos gaboj pas derbit, diçka e tillë para disa javësh kampionatit, kur takova presidentin Demi në stadium, kishte zëra që pse nuk largon Oltin, po marrim rezultate negative, pse nuk bën ndryshim Partizani, duhet marrim masa nga tifozët, normal, se tifozët gjithmonë duan skuadrën ta shikojnë në maj. Dhe presidenti po më thoshte që nuk e largoi nga inati gjithëve. Çfarë marrëdhënie kemi të, domethënë, si e konceptuon edhe besimi maksimal që ai të ka dhënë, duke të besuar le të them verbërisht? Për këtë kam falenderuar gjithmonë se të them të drejtë momentin që më ka besuar një ekip kaq të madh, sepse ndoshta ne tani mund të flasim kollaj se Partizani ka një objektiv tjetër, por në momentin që e morëm, mund të ishte edhe rreziku më madhor. Sa rrëm kemi qenë me 4 pikë, nëse nuk do ishte qasje e duhur e stafit që jemi ne tani. Mund të rrezikonim jashtëzakonisht shumë. Sepse pikët nuk ka kohë më rikuperime, se kishim 5 humbje dhe ishte shumë e vështirë në qoftë se boshe 3-4 humbje të tjera të rikuperoje, do vazhdoje të je poshtë. Dhe kam falenderuar gjithmonë. Të pjesa pastaj ndoshta ka parë mënyrën e lojës dhe qasja me presidentin shumë e drejt për drejt, nuk e kemi asnjë lloj shqetësimi, qasja është drejt për drejt, me të flasim jashtëzakonisht shumë mirë, respektoj. Dhe kjo që thoni ju ka qenë diku mos gabofsha, mas humbjes me vllaznin, diçka të tillë. Ndoshta nuk e mbaj mend. Mas humbjes me vllaznin ka qenë kjo situatë, e di situatën dhe çdo gjë pastaj besimi i presidentit ja shpërblyet me punë. Çfarë do të thuash atyre personave që thonë dhe mendojnë që Olti nuk është se dëgjohen mendimet e tij në ekip, thjesht është si trajner në pankinë, thjesht për emër. Ata nuk duhet merren fare, seriozisht nuk duhet merren fare. Unë e di çfarë kapaciteti kam, e di çfarë stafi kam, e di çfarë punë bëjmë me djemt. Ata që mendojnë kështu, është shumë e thjeshtë i ftoj një javë në klub, të qëndrojmë me ne dhe të ndryshojmë mendimin. Çfarë marrëdhënie kemi lojtarët e ekipit? Jashtëzakonisht shumë korrekte. Nga i pari tek i fundit. Duke që se ke dhe moshën tënde të re, kemi marrëdhënie lojtar trajner apo më shumë se shok? Thash, unë ne i ndajmë detyrat. Në momentin që jemi tek fusha, jam trajner. Në momentin që jemi jashtë vizave të bardha, sigurisht ne jemi të majmë edhe afër, shok, mik, sepse njeriu ka jetë edhe pas sportit, kështu që absolutisht. Duhet të mendojmë edhe jetën pas sportit. Cili është lojtari që të ka surprizuar te Partizani gjatë kësaj periudhe që ke qenë aty? Të them komplet grupin ka surprizuar. Të them të drejtën, nuk është që një lojtar, sepse ne nuk kemi mbajtë individi, jemi mbajtë forca e grupit. Në të them të drejtën komplet grupi, sepse nuk e prisja qasjen kaq të shpejt. Jashtëzakonisht shumë qasje, shumë shpejt nga të gjithë. Si të ka pritur grupi? Jashtëzakonisht shumë mirë. Nuk është Cega dhe dje në intervistë, nuk është kollaj që një lojtar që vjen nga kupat Conference Liga, që vjen nga ekip kampion si Shkëndija, të pranoj edhe ndonjëherë që nuk është në formacion të pranoj dhe mos të bëj atë rebelin në thonjza. Kështu që më ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë dhe për këtë mundohem t'ja shpërbej gjithmonë. Atë kanë parë çuat e ekipit për shembull në atë syrin që është trajner i ri, nuk është se ka ndonjë eksperiencë edhe ka marrë një ekip të madh si Partizani apo jo? Jo. Do të si e ke ndier ti? Do them të drejtën, jo, mosha e djemve nuk është, kjo do ishte nëse moshat e Partizanit do ishte gjithë mbi 30 edhe do mendonin kam pas trajner një tjetër, kam pas kurset e Partizani, mosha mesatare 23 vjeç. Kam pas fatin që disa prej djemve dhe kam punuar më përpara.
në ekipet të tjera ku kam qenë si asistent, si te Kuksi për shembull, kam pas fat të punoj me disa djemba dhe në për ekipet më përpara dhe duke ma njohur më përpara karakterin dhe tipin tim, atëherë besoj me kam pranuar mirë. A është Partizani këtë sezon pretendent për titull apo çfarë pretendon? Final Four-in, titulli? Tani, kur kam thënë Final Four-in, në thonjë zënë jam duke i çmendur. Kështu që besoj të vazhdojmë atë Final Four-in, tani që gjithë ata se mbajnë mend njërin në një studio televizive shqiptar zë të përmend as emrin, pse tha, të tjerë nuk do luajnë, që Partizani do kapi Final Four-in pas derbit, të tjerë do bëjnë pushim. Fatkeqësisht të tjerët kanë luajtur, por ne jemi në Final Four momentalisht, do ta mbajmë atë vend. Çfarë na tregon një ditë tënde te Partizani? Si funksionon? Të heqim të muajin e Ramazanit se kanë ndryshuar pak para shkak të djemve. Si funksionon? Funksionon paraqitja në orën 8 të mëngjesit të klubit Partizanit. Mëngjesi me gjithë çunat në orën 9, stërvitja në orën 12, pjesa e parë. Analiza në orën 3. Në orën 5 përpunimi i punës me stafin për ditën tjetër pasditë dhe në orën 8 darkës në shtëpi. Në bazë, Partizani tashmë ka bazën e vet, është një nga ekipet e vetme në Shqipëri që e ka këtë. Qëndrojnë e gjithë ekipi çdo ditë apo? Në çdo ditë qëndrojnë 10 orë gjithë lojtarët. Në 90% e tyre dhe flenë akomodon aty. Mund të jenë 3-4 persona që janë familjar. Që domethënë mbas darkës. Mbas darkës duhet të flenë pranë familjes sepse janë familjar. Se familja 2 orë po shpenzon me to, kështu që. Kështu që mbas darkës sigurisht, domethënë mbas darkës, siç shkoj unë në shtëpi, sepse rregulli kur është për lojtar do të jetë i pari për mua, siç shkoj unë flet pranë familjes time në darkë, do jenë edhe lojtarët. Si po e përjeton familja këtë largësinë tënde, këtë heqjen e vëmendjes, le të them kështu, se është normale përderisa kjo është duar një angazhim që ka një peshë shumë të madhe. Të thënë të drejtën në fillim, kjo ishte frika ime më e madhe, pjesa e familjes, duke qenë se 2 fëmijë të vegjël do ndjej mungesën time shumë. Bashkëshortja që duhet të lej punën, të rrigjë ditën me fëmijët, sepse është e pamundur të kesh 2 fëmijë dhe të jesh të dy në punë, kështu që gjithë barra më e madhe ka bashkëshortës time. Mungesën e prindërve të mi që po i shoh tashmë një herë në muaj shkoj te nëna të babait për t'i parë më shumë e rradhë, pse shtëpia ime, shtëpinë e prindërve është vetëm 400 metra vjerore, por duke qenë se jashtëzakonisht shumë kohë për kushtim i madh ndaj punës, më ka bërë të jem pak larg, por shpresoj që t'jo shpërbej. Sa krenar janë për ty? Çfarë ka thënë familja, si e priti lajmin që do jesh trajneri i Partizanit? Të thënë të drejtën, krenar janë gjithë, po tashmë janë bërë edhe në thonjë specialist futbolli, gjithmonë kritikat e para i marr nga familjarët, po nga babai. Cila është kritika që të kanë bërë këto ndeshje? Po gjithë kritika është e para pse lua ai normal si tifozët e tjerë. Kjo është e para, pastaj pjesën tjetër. Pjesën tjetër ndoshta mundom t'ju shpjegoj pak më me detaje. Çfarë të kanë thënë ato për këto akuzat, le të themi kështu, ose presionin që ke hasur në publik? Se normal janë pashpangshme, do i kenë gjuar. Babai ka vuajtur pak më shumë se të gjithë. Të them të drejtën, babai ka vuajtur pak më shumë se jam detyruar të mbyll gjitha rrjetet sociale babait sepse i vuan dhe pak më shumë, sidomos to komentet e këtyre. Çfarë thoshte? Po, jo, komentet e nuk ishte sepse ne kemi një problem në Shqipëri. Nuk merrem me punën, nëse dikujt nuk të pëlqen puna, ti mund të komentosh punën e atij, mënyrën e punës, jo personazh. Ti nuk mund të thuash, kam dëgjuar në një studio Oldi nuk i rri mirë xhaketa. Është shumë e rëndë, është bullizëm ose se nuk dua ta përmend. Para ndeshjes me Dinamon, 2 trajnerë të famshëm shqiptar qeshin informacionin ton para ndeshjes. Cilët janë në një studio? Nuk dua të përmend as emra as mbi emra, momentin që ti del qeshën një bullizon një informacion të një trajneri të Partizanit, kushdo qoftë është ekipi dhe ekip më të mëdha në Shqipëri, ti nuk ke të drejtën të komentosh pas ndeshje, jo para. Gjithmonë pas. Por kjo gjë ka vuajtur babai shumë, të thënë të drejtën, disa herë, duke qenë se është pak tip impulsiv, disa herë ka tentuar dhe ti kontaktoj, por se e kam ndaluar unë sepse nuk dua të merrem asnjë. Do të shoh vetëm punën time. Bota sportit i ka këto, kështu që
Jam munduar. Janë presione që duhet mundohemi t'i përballojmë më së miri, qoftë nga çdo aspekt, nga çdo anë, qoftë trajner, qoftë lojtar, qoftë gazetar apo jam munduar jashtëzakonisht shumë të them të drejtën, por vetëm gjë përse i spraf punën gjithmonë nuk jam problem fare, je një publik, person publik momentalisht, jam e mbaj përsipër gjithë, jam një person që kam tentuar gjithmonë që edhe presionet ta heqin skuadra, ta mbaj tek unë. E kam bërë disa edhe me vetdije të plot, ta mbaj tek unë, tek puna ime. Jo të personazhi i të figura Olti si Olti në përgjithësi, tek puna ime, punën që bën, po, për punën, ke të drejtë të thua çfarë duash. Sa i durueshëm është Olti? Olti shumë, jashtëzakonisht shumë. Nëse s'do ishe durueshëm në Elbasan nuk do di çfarë do kisha bërë, por duhet të ishe durueshëm. Çfarë për shembull? Se di, do kisha kthyer, të them të drejtë, nëse do ishte klubi Partizanit, nëse do ishte, të them të drejtë, nëse do ishte kthyer retrospektiva në ekipet ku kam qenë më përpara. Po nuk e di, do isha kthyer, do isha ngjitur në tribunë, do kisha bërë diçka seriozisht, por Partizani duhet vetëm mbahesh. Sa e vështirë është të vetë përmbahesh, se të shohim edhe në tribunë her pas here, ke ato reagimet, do të thënë reagimet e tua epike që komentohen shpesh. Sa e vështirë është të vetë përmbahesh? Mundohesh vetë përmbahesh, po ndonjëherë edhe Atëherë arron çik. është drejt. Normal fillimet eksperjenca, ato vijnë me eksperiencë. Po. Fillimet emocione. Ose harrojmë, ne ishte parën superiore. Nuk e kisha pritur sepse kthehemi edhe te pyetja e parë. Nuk e kisha pritur që kjo ndryshim do vite kaq shpejt. Ndoshta duhej 1 vit, 2 vjet, Partizani bë mosha pastaj. Nuk kisha pritur që të vinte çdo gjë pas hapi, por nuk e kisha pritur që të vinte mos 1 muaj gjys, 2 muaj punë të vinte kjo mundësi dhe ndoshta edhe eksperjenca paksa na ka bërë që fillimet e tona të ishin pak më impulsiv. Por gjatë impulsimit tim dhe këto reagimet e mia kam munduar të transmetoj të skuadrat të njëjtën gjë që të jenë sa më impulsiv, sa më agresiv. Kot nuk thon në ekipin e fushës pas hyja trajnerit, kështu që impulsivitetin tim e kanë transferuar edhe në fushë. Kjo është e gjitha. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Shumë gjatë. Me këtë që ndodhi tani është vështirë për ta komentuar se ku ta shoh veten pas 5 vitesh, se nuk, të them të drejtën, as nuk e mendoj. Sepse bota e sportit do thotë ju ka ndryshime. Sot mund të jesh Partizanin, mas 5 vite ndoshta si e fare duhet ta lësh si profesion. Ka ulën kritje vërtet. Kështu që nuk e mendoj se mund të jem mas 5 vitesh. Pak më parë përmendë ndeshjen me Elbasanin, i cili ka qenë një nga ndeshjet që ka pasur më shumë polemika për sa i përket këtyre javëve që lan pas. Si e ke parë këtë kampionat, si e ke parë arbitrimin, si të është dukur? Të them të drejtën, sepse problemi të flasësh për arbitrimin shkojmë në komision disipline, në thonjza. Sidomos këtu njërë në Topkast, po jo kapë. Të them të drejtën. Rrezik. Të them të drejtën, por problemi është arbitrat duhet gabojnë, siç gabojnë në lojtarë. Por kur tashmë është koha e varit, ke mundësi rishikimi, ke mundësi të rregullosh gabim. Një lojtar, sepse shpeshherë dëgjoj arbitra që thonë po gabo dhe lojtar, një lojtar gabo, pëson gol. Që në mëjtësat e mi gabuan dhe pësuam 2 gola. Nuk ishim në rast tjetër vuar, pësuam 2 gola. Nuk na dha kush mundësi të rishikonim, që ndoshta mos ishin gola, ndërsa tashmë arbitrat kanë edhe një favor shumë të madh, kanë varin, mund të rrinë 10-15 minuta të shohin me detaje. Po në qoftë se një arbitër si në ndeshje me Elbasanin nuk shikon as varin për një që të pyesësh pa frikë 50 veta, 49 thonë nuk dim gjë, tani kjo është, nuk e di, nuk di ta shpjegoj. Kampionatin e bëjnë detajet, tashmë ekipet janë aty një lloj. Do thënë të drejtën, Flamurtari fito veni i fundit, fito me Vllaznin vendin e parë. Vora barazo me ne që kishim 7 javë që marrim rezultate pozitive. Është janë aty detajet, e bëjnë domethënë momentet, e bëjnë atë që diferenca shumë vogël. Diferenca jashtëzakonisht shumë vogël. Vllaznia me një goditje standarde ka fituar në Vorë, kështu që këto janë disa detaje që duhet të shfrytëzosh. Momenti që të vinë duhet të shfrytëzosh që të marrësh 3 pikat. Sa për Elbasanin, komentimet kanë qenë që duhet të ndalen parë për asnjë konferencë time apo shtyp. Nuk kam pas asgjë me Elbasanin, as si qytet. Thjesht momentalisht Elbasani po bën një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë. Duhet pranuar vërtet. Duhet pranuar që është real, nuk mund të dalë, nuk mund të jemi tani jo realist, ka bërë një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë. Po të krahasosh jo emrin e qytetit, ekipet, historinë, Partizani dhe Elbasani,
Unë nuk mendoj që Elbasani është në lartësi në Partizan me emrin e dikushëm. Kjo ka qenë gjithë ideja që jam sulmuar, jam bërë, jam ofenduar në korë, ku digjon, në familje. Ideja është, nëse ne do marrim se sa vite ka Elbasani me Partizanin, mos harrojmë që Egnatja nuk ishte asgjë kundit dhe ka fituar 2 herë kampionatin, ëh? Më thënë erdhi nga një qytet shumë i vogël. Jo, këtë po them. Ajo shumë urime dhe shumë suksese për atë që po arrin. Si Egnatja, si Elbasani, mund të jetë nesër një ekip tjetër, mos harrojmë, erdhi Gamozi para disa viteve, luajti me Real Madridin. Po. Nuk mund të hedh asgjë poshtë, po thjesht unë duke nisur nga infrastruktura, nga emri, nga historia, besoj që para 2 vitesh ka fituar Napoli kampionatin në Itali. Po nuk është as në lartësinë e Milanit, lartësinë e Juventusit. Po tani kështu është futbolli. Po pra, këtu e kishim në historinë, ndërsa atë pjesë e tanishme, Elbasani po bën një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë. A ka qenë një nga ndeshjet që e ke përjetuar më keq, le të themi kështu, këtë sezon? Ose në momentin më vështirë apo jo? Në Elbasan, po, në Elbasan të them të drejtën. Të them të drejtën, po, është nuk të ofendosh në kartë të organizuar gjatë 90 minutave, është pak e rëndë. Është pak e rëndë të drejtën, është një nga gjërat që unë urrej më shumë në stadium. Ndoshta na është mësuar veshi sepse jemi çdo ditë aty edhe na duket normale, nuk është fare normale, është absurde që të vazhdosh nga minuta e 1 deri në 90 të kapësh çash trajnerin, lojtarin, ndërkohë që në tribuna mund të jetë familjari një trajneri, mund të jetë familjari një lojtari që mund të preket, mund të reagojë, mund të shkojë gjëra pastaj akoma edhe më alarmante. Kësaj mos ja ku kapin jo motrat, jo familjarët, jo, për mua është diçka absurde. Shkosh shikon një ndeshje, mund të thuhet që jashtë po të shikosh shahen edhe më keq akoma dhe bëhet më rëmuj, po jo, nuk është fare e pranueshme. Sidomos e kam vënë në muajin e Ramazanit që nuk ka ndaluar pafund. Nuk e kuptoj si çfarë mlefi nxjerrin duke shahur nga familja një X trajner. Edhe pa i bërë asgjë, se e kam vënë re këtë, qofte Ilir Daja, qofte Tetova, domethënë që i ofendojnë pafund. Problemi nisem me jashtë ka një këngë, i vendoset një trajneri nga ekipi kundërshtar, minuta e parë, 3 minuta mbaron dhe pastaj fillon ndeshja. Nuk është ne jemi shumë larg me jashtë. Po pra jashtë, ndërsa në Shqipëri pa e bërë asgjë, çohet me 6000 veta në stadium. Kështu që zinë emrat e familjarëve, se do kishte filluar akoma më keq dhe e forta është se kur ju ndodhe kundërta, pastaj kuptojnë që janë gabime edhe nga stafi. Një trajner do bëj maksimumin. Një trajner do bëj maksimum për të fituar ekipi vet. Absolutisht. Do bëj maksimumin. Asnjëherë në botë nuk do bëj që nuk do dalë një trajner në një intervistë për shtyp dhe të thotë që sot shkojmë për të luajtur për qef kundër filanit sepse ka ekip më të mirë. Asnjëherë në botë. Asnjëherë në botë ne shohim një ekip i vendit fundit, palim jashtë në fundit në Itali, luan kundër Inter, di që do rrifet 5-0, do thotë ne do shkojmë te maksimumi se dim pikat e dobtat e tyre. Absolutisht. A ka pasur një moment gjatë karrierës, gjatë këtij sezoni që ke thënë që kjo ndeshje do jetë vendimtare për diçka tënde ose do vendoset diçka? Çdo ndeshje kam thënë që do jetë vendimtare, sepse të them të drejtën, duke qenë se kena qenë shumë brava me pikë dhe nuk na lejoshin gabimet. Pasi fillum të merrim disa pikë, atë duhet që ta synonin realisht Final Four. Duhet ta synonin realisht, ndoshta në fillim nuk e mendonin, por realisht do ta synonin, atë nuk na lejonin asnjë gabim. Dhe disa ndeshje kanë qenë vërtet vendimtare, sidomos ndeshjet në shtëpi që nuk duhet të humbeshin asnjë, kështu që kanë qenë thuajse të gjitha vendimtare. Si e sheh Tiranën këtë sezon? Se mos harrim që s'ka derbi po Tiranën. Unë e shoh një situatë shumë të vështirë. Jo tani, besoj kur keni qenë në studio tjetër para 1-2 vitesh kemi debatuar bashkë për të njëjtën gjë në situatën e Tiranës, kam thënë që është e përsëritur. Unë nuk arrit të kuptoj që kemi debatuar bashkë? Po, për punën e Tiranës, momentin që Tirana lundte një ndeshje në Korçë, ndeshje në Vlorë, ndeshje në Ersek, ndeshje që s'kishte stadium. Dhe jo kam thënë që janë probleme që duhet zgjidhen një herë mirë, sepse nuk është shpëtim. Tirana të dali i vit në vend 8, të shpëtojnë play-off, vitin tjetër pra në vend 8 shpëtoj play-off, sepse ky play-outi mos do bish poshtë një vit tjetër. Për shembull, nëse kthehemi më përpara, para disa viteve, Tirana një vit më përpara ishte në play-out, pastaj ra direkt. E njëjta gjë pa të ndodhur Vllaznis, në ndeshjet fundit shpëtoi me Tiranën, ndërsa vitin tjetër pasardhës ra direkt nga kategoria. Kështu që janë gabime që duhet
duhet të rregullon të shohim ku janë, nuk mund të ndrosh 20 lojtarë në 2 faza, 6 trajnerë, 7 stafe, shumë e rëndë. Shumë e rëndë për. Është shumë e vërtetë, është një situatë në fakt që është për të ardhur keq, sepse pa Tirana nuk ka derbi, pa Partizani nuk ka derbi. Derbi është lezeti i kampionatit, le të themi ne. Kështu që shpresojmë shumë që të shpëtojë edhe këtë vit, edhe vitin tjetër pastaj të rikthehet më e fuqishme. Cilat janë 4 skuadrat pretendente për Final Four këtë sezon? Ato që janë 4 të parë. Ato që janë 4 momentalisht, ato janë pretendente, normale. Tani, a ka një skuadër që e meriton që të jetë që s'është, sipas mendimit tënd? Jo, nuk e mendoj. Jo. Asnjë që meriton. Ato që meritojnë janë Vllaznia ka bërë një kampionat shumë të mirë, Knatja vjen mas 2 sezone zakonisht shumë të mira, pavarësisht luhatjeve këto kohë të fundit, duke mos bërë plus valenca të duar me lojtarët e shitëve dhe ato të ardhur, ndoshta nuk kanë qenë një lloj si 2 sezone më përpara, nga që 2 sezone më përpara bëri të njëjtën gjë, por qelloi që lojtarët e ardhur ishin po të njëjtit nivel me ata të larguar, ndërsa këtë vit ndoshta nuk janë ashtu. Elbasani thash po bëjnë një sezon shumë të mirë, ne po bëjmë një sezon jashtëzakonisht shumë të mirë. Kështu që mos harrojmë humbja fundit përsëri kthehem ka qenë me Shkodrën, kështu që po bëjmë një fazë derisa të vi Vllaznia përsëri. Që do ta besoj ta mundim, të marrim pikët tona që na takojnë. Kështu që ne po bëjmë shumë mirë. Ndeshjet po mbarojnë tashmë, nëse më përpara thoshin janë aty, ndeshjet po mbarojnë, nuk janë më shumë ndeshje, tash vetëm 8 kanë ngelur. Dhe gjitha do luajmë njëra me tjetrën. Besoj se meritojmë ne të 4 të jemi aty. Besojmë ne të 4 që jemi momentalisht, ne meritojmë të jemi aty. Duke qenë se ishim te debati që kemi debatuar më parë me Tiranën, duhet sjarë edhe për publikun. Çdo pyetje që unë bëj në Topcast nuk ka lidhje fare me Arditin apo me jetën time personale. Çdo pyetje që bëhet thjesht sepse vjen spontanisht. Kuptimin, nëse unë bëj një pyetje për pagat e lojtarëve, nuk do të thotë që ajo pagë i përket personit që unë jam, apo si mendoj edhe publiku, duhet ta sqaroj vetëm për ty se më ka ndodhur të keq kuptohen edhe me të tjerë. Ja. Unë jam këtë pozicion të vështirë paksa derisa kam në krah Arditin, sepse çdo pyetje që e bëj duket sikur nuk kupton edhe atë person që kam krah, por pozicioni im dhe Arditit në këtë profesion ndahet komplet. Unë jo thash më përpara, njeriu ka jetën pas sportit. Ne këtu në pjesë sportit, pas sportit ndahen të gjë. Kështu që kemi jetën tona pas sportit. Jo, absolutisht. Të gjë ti pyesim për të mirën e flasim, nëse ne tham. Mendoj se një lojtar me eksperiencë nuk qëndron me pak të ulët në një ekip me emër mbi gjitha, kështu që. Sigurisht, duhet të ecë përpara të pjesa gjithë secili ata. Këtë e sqarova për opinionin e publik, sepse nuk duhet të keq kupton. Çdo pyetje që unë bëj, qoftë për trajner, lojtar, paga, problemet e sportit, janë pyetje të mia si gazetare dhe në profilin profesionit tim. Kjo ka. Kush mendon se është pretendent për titullin kampion? Kjo është pyetje shumë e vështirë. Duke pas formula e këtij viti ndryshon, nuk është më si më përpara. Do të dihet si mbarojnë mas 36 javësh. Në qoftë se një ekip është 9 pikë, është 10. Kush mendon ti tani lëri informacion, ha? Nuk e mendoj sepse po bëhet rokad. Tani gjatë sezonit e ke parë. Më dëgjoj, po bëhet rokad. Në qoftë se ishte Vllaznia i shkputur, o tash erdhi Elbasani, ndoshta nesër duke parë ndeshjet mund të dalë Gnatja, mund të afrohemi ne. Nuk e di, po bëhet rokad, nuk është një ekip duke qenë se ekipet po kanë shumë oscilacione. Ose harrojmë Vllaznia kishte 7 humbje, 7 ndeshje që nuk fitonte. Pastaj u kthy bëri 9 fitore rresht. Kështu që janë me shumë oscilacione dhe nuk i dihet, sepse të them, do të qoftë se je 6 pikë para, kur përgjysmon, edhe 9 pikë janë lojë me një këmbje në titull kampion. Sepse 9 pikë janë lojë, 3 ndeshje, nuk janë 6, janë 3 ndeshje, jemi 9 totali. Kur ato dyja do luajnë njëra me tjetrën, kështu që ty mjafton një fitore. Skuadra për të mundur këtë pjesë që ka mbetur për Partizanin? Teuta, ajo javës që vjen. Ajo është për të mundur. Teuta e kësaj jave, ditën e shtunë. Okej, po skuadra që ti ke ajo është për të mundur. Ajo është për të mundur. Fal, më përpara ishte një ide që nuk fitojmë dot ndaj Final Four, ndaj 4 vendeve të parë. Dhe fal Zotit, Dinamos, Gnatja i mundëm, dhe Virralla Vllaznis besoj. Dhe Virralla Vllaznis që vetëm ajo na ka ngelur tashmë nga Final Four, kështu që na takon Vllazni. Okej. Çfarë i premton tifozëve të Partizanit edhe vetes? Tifozët e Partizanit e pa e falenderoj për mbështetjen, janë rritur shumë në numër. Po ta shikoj dje. Ai kanë qenë, domethënë Partizani nuk ka pas shumë tifozë. Po ta shikoj dje në Vor,
kishim më shumë njerëz se sa ku jemi në shtëpi, kështu që i falenderoj shumë për mbështetjen që po bëjnë këtë kohë, sepse në fillim sezoni nuk ishin në këtë numër, të themi të drejtën. Tashmë janë rritur shumë, i falenderoj shumë, i premtoj çdo ditë punë vrap djers për të arritur objektivet, për të lartësuar emrin e ekipit Partizani që ne kemi. Çfarë do të thuash gjithë skeptikëve? Skeptikëve, i themi në fund mas 36 javë do shihim ku jetë Partizani, nëse unë dikur premtoja Final Fourin, vazhdoj ta premtoj prapë. Nuk ka mbaruar asgjë, e them përsëri nuk ka mbaruar se 4 pika nuk janë jashtëzakonisht shumë, por tashmë e kemi ne në dorë për ta mbajtur atë vend. Nëse më përpara nuk e kishim shumë në dorë, tashmë e kemi ne në dorë. S'mund ta mbyll pa i dhënë dhe një mesazh nga Topkasti familjes. I dua shumë, seriozisht shumë dhe ju kërkoj falje për gjitha orët e mia të vona që nuk jam pranë jush. Olti, faleminderit shumë që ishe pjesë e Topkastit, ishte vërtet kënaqësi, unë t'uroj shumë suksese dhe nuk është asnjëherë çudi që një person, le të themi kështu, që ka marrë peshën e një ekipi shumë të madh, shkëlqejnë në atë karrierë. Ka personazhe që kanë vite karrierë dhe nuk shkëlqejnë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, folëm kështu me një trajner të ri, i cili ka qenë në vëmendjen e mediave, duke përballuar presionin, duke drejtuar një nga skuadrat më të rëndësishme të kampionatit. Teksa ju faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të bëni like, share dhe subscribe në kanalin e YouTube-it. Bashkë do të shihemi sërish javën e ardhshme.